Prej 3 javësh, minatorët e Bakrit në Spaç protestojnë për paga më të larta, kushte të sigurta pune dhe njohjen e sindikatës së tyre. Vend që dëgjojnë kërkesat e likshme të punëtorëve, kompania turke TT Albania dhe Tunnel Mining ka pushuar disa minatorë dhe ka përdorur policin për t'i trembur. Kompania, e lidhur ngushtë me qeverinë përmes interesave të errta, ka marrë mbështetje të hapur nga vetë kryeministri Edi Rama, i cili më 2018 u garantoi pronarëve se nuk do t'u krijoheshin pengesa nga doganat apo tatimet. Sipas të dhënave nga tatimet, doganat dhe QKB, TT Albania and Tunnel Mining deklaron humbje vjetore deri në 4.5 milion euro, megjithëse eksporton bakër të pastër nga zonat e Spaçit, Gurthit, Fushllumthit dhe Oroshit. Kompania nuk ka dorëzuar bilance për vitet 2020-2025, nuk paguan rent minerare, as taksa qendrore apo lokale. Raportet e antikrimit ekonomik dhe shërbimit tatimor rajonal të Lezhës në 2010 dhe 2014 kanë zbuluar mashtrime fiskale dhe fshehje të ardhurave, por dosjet janë mbyllur me urdhër politik, fillimisht nga Berisha e më pas nga Rama. Për të mbuluar vjedhjen e pasurisë publike, kompania përdor bilance fiktive në bashkëpunim me Deloitte Audit Albania SHPK, e cila i ka certifikuar deklaratat e rreme me humbje. Në terren, minatorët punojnë në kushte të rrezikshme, pa sigurime, pa ventilim dhe me paga minimale, ndërsa qeveria mban krahun e atyre që grabisin në tokën e vendit. Spaçi, dikur simboli vuajtjes dhe qëndresës, sot është kthyer në shembull të abuzimit të huaj me bekim vendas.